popullit shprestar bite shtrenjtë me Zotin. Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti, i ngjallur kur u shfaq përpara nxënësve të tij. Ai nuk u dha as fitore, as lavdi, i dha as pushtet, por u tha paqja me ju. Hyrë në dhomë ku ata ishin mbledhur nga frika, dhe u dhuroi atyre që bota të mund të japë kur paqen, që nuk varet nga ky vend, por nga ekuilibra gjeopolitik, por dhe paqen që varet nga vetë Krishti. Por paqen e Perëndisë që ka përcjell çdo mendje. Një paqe e thellë shpirtërore e cila vjen fillimisht me pajtimin e njeriut me Zotin dhe pastaj shtrihet në të gjithë njerëzit. Sot bota është trazuar. Luftat e përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika, sepse ne mësëmja mbulon popujt e tërë, pas siguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe me ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjellëse shoqërore, por është një realitet ontologjik. Vdekja u mund, mos e keni frikë vdekjen. Në kohën që jetojmë, po përballemi me një formë të re vdekje. Mpirjen, indiferencën, ngurtësimin e zemrës, tharën shpirtërore në shoqëria që harroi Perëndin, jo sepse ju ndalua, por sepse zgjolli ta njerëzoj atje. Përplasja e bindjeve të padukshme vazhdon të shkatërrojë jetën tonë të dukshme. Çfarë i vlen njeriu të fitojë në gjithë botën, nga thot Krishti, nëse humb shpirtin e tij. Këto janë fjalët më aktuale se kurrë. Ndërsa ngjallja na zbulon një jetë më të vërtetë të madhe, ku ka Krishti në zemrën e tij, nuk i mungon asgjë. Dhe jo vetëm shpirtërisht, Zoti që u kujdes të ushqej 5.000 veta me bukë. Zoti është ndërroi ujin në verë, Zoti thash ku kërkoni përpara Perëndin, atëherë çdo gjë do të shtohet. Ne e dimë se çfarë do të thotë ngjallje. Jo vetëm teorikisht, por nga përvoja e tuar, kisha jonë ortodokse kaloi Golgothan e saj, për të gata më radhu përpoqen të asgjësonin çdo gjurmë besimi. Kishat u shkatëruan, klerikët u martirizuan, fjala Perëndisë u ndalua, kisha duke e vdekur, e varrosur në një varr të volosur, e megjithatë ajo u ngjall. Guri u rrugullis, besimi lulëzoi përsëri, kishat u rindërtuan, komunitetet të krijuan. Kjo nuk ishte një arritje njerëzore, ishte fuqia e Krishtit të ngjallur që vepron brenda historisë. Kisha i bën thirrje përsëri për ngjallje, këtë herë për ngjalljen e çdo shpirti. Krishti i ngjallur qëndron sot përpara nesh, siç qëndroi përpara Thumait, dhe na tregon plagët e tij dhe nuk i fsheh, nuk heq dorë, por i përgjithmon ato, bën jetën e tij të dashurinë e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm siguri. Krishti u ngjall edhe jeton. Dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse ne jetojmë me Krishtin, atëherë as vdekja, as ligësia, as varfëria, as përndjekja nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe nga paqja e tij. Ditë ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht është themeli i paqes. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqe me ju në të gjithë jetën. Le të bëhemi vetë paqbërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, lakmia dhe egoizmi, por që të bëhemi paqbërës, fillimisht duhet të bëhemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrën tuaj, thot Sherafimi Serovit. Dhe mira njerëz rreth jush do të shpëtohen, sepse nuk ka paqe aty ku nuk është keqja, por vetëm aty ku është prania e Perëndisë. Le ta gjejmë këtë paqe brenda nesh dhe pastaj ta përhapim kudo. Se bashkë me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe i dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Me dashurinë e Zotit të ngjallur, Joani kryepiskopi i Tiranës, Durrësit edhe i gjithë Shqipërisë. Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall. Në këtë moment paskal, pas urimit të këfaqëndërisë kryepiskopit tonë Anastas, bëj me dije që mesha është sot, pra ditën e shtunë në orën 23 për të gjithë besimtarët ortodoks të Shkodrës, dhe pastaj nesër pritja tradicionale ftoj gjithë qytetarët që kanë dëshirë të vinë të na urojnë për festin e Pashkës në orën 10:30 deri në orën 12 sati. Krishti u ngjall, bekimet e Zotit dhe me forcën e ngjalljes le të ecim përpara. Gëzuar.